drejtësisë për mbrojtjen e të akuzuar në Hagë. Po s'mund është me zvoglu buxhetin se është me ligj. E ka zvoglu me ligj. E ka pas të drejtë, mi morë 2 avokat, 3 avokat, tash e ka vesh një shtëpi të avokaturës. Se po ndërlidh këtë çështjen e Hagës me atë Kjo është një arsye që mendoj që PDK nuk mundet me e pranu një koalicion me vetëvendosjen edhe nëse i ofrohet ajo mundësi. E para, dyta, njerëzit e qeverisë. Sa shefit nuk e bojnë koalicionin. Njerëzit e qeverisë. Prizorit e bojnë. Se PDK nuk ka zgjidhje tjetër se me pas nuk e bën. Edhe vetëvendosja s'ka zgjidhje tjetër se me pas nuk e bën. Njerëzit e kësaj qeverie janë deklaruar edhe pse nuk i kanë dërgu dosjet në Hagë. Janë deklaruar që ne e kemi përgatitur dosjet me çun në Hagë kundër hashimthoqe dhe të tjerëve. Kush ka thonë ashtu? Ka thonë ministresha e punëve të jashtme ose zëvendës kërkesa që ka është. Po ka patur deklaratë më edhe nga guxo është, nuk është nga vetëvendosja. Ama ku është ajo? Ajo është ka qenë kandidatja me numrin 3 në listën zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje. Ato e bën kapacitet personal. Edhe i ka marrë rreth 100.000 vota, apo disa vota i ka marrë pe votuesve të lëvizjes vetëvendosje. Tash si është e mundshme me bëni koalicion Partia Demokratike dhe me qenë ulur bashkë ofër Donika Gërvollës. Ku Donika Gërvolla si profesoreshe e nderume, ka thonë ne ku bëu dosjen Hozër me çu në Hagë. Për çka me bëu dosjen Hozër? Çka i ka bëu hashimthoqe ose Kadri Veseli ose bashkëpartioku i saj ose Recep Selimi që ka nusën ose partner i koalicionit sepse ata nuk kanë konkurruar lëvizja vetëvendosje, s'ka konkurruar 3 parti. Ka konkurruar lëvizja vetëvendosje, ndërsa mbrana lëvizjes vetëvendosje është edhe lista guxo, edhe është alternativa. Mirë, për ty më përpara shkot zgjedhjes sa bëhet një qeveri e tij? Ky vend, në qoftë se don me pas një qeveri stabile, edhe mu ballafaqu me të lashët e mëdha që i ka jo veç Kosova, kish qenë funksionale dhe e mirë me ndodh një koalicion mes vetëvendosjes dhe PDK-s. Mirë, po nuk ka mundësi me ndodh. Së në dëmbe të ato sa dhe ka mundësi me ndodh. Që politikë që shka është të mëndshme. Unë s'kam thonë nëse s'munët veveja pa i bo me PDK-n për gjykatë speciale. Qush po më i ka LDK, qush po më i ka PDK mu bojnë me LDK-n, pra? Qush? PDK me LDK-n? Po dhe? Po zyrtarët e PDK-s, zyrtarët e LDK-s nuk kanë ka logjik çfarë thot Krenari tani. Jo, kuptova në skandal. Po ka logjik shoh. Jo, këtë është e vërtetë. Ama asnjë deputet i LDK-s nuk ka thonë ne kam bërë dosje me çu për